Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falenderimet dhe lavdrimet padyshim që i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi vullën e pejgamberëve, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur teleshikues, mirë se po takohemi përsëri në podcastin Reflektimi Ramazani, për të ndarë tek ju mesazhe dhe tema frymëzuese përgjatë këtyre ditëve të bekuara të Ramazanit. Dhe ne sot në podcastin ton kemi nderin që të kemi teologen Elmedina Osmani. E nderuar teologe, mirë se na erdhët, nder dhe kënaqësi ju kemi në podcastin ton. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Të dashur teleshikues, në qoftë se ne e vëzhgojmë realitetin bashkohor, vërrem një dukuri që gjithnjë më shumë po bëhet më e zakonshme. Dhe ajo është ankthi, pasi që më ankthi nuk konsiderohet si një gjendje e rrallë, mirë po mund të quajmë si një përvojë kolektive, pasi që ankthi është prezent në bisedat tona të përditshme, në media, në marrëdhënie pune, por duke mos e harruar edhe rrethin familjar. Nderuara teologë, dhe kjo neve na bën të ndalemi dhe të mendojmë se përse ankthi sot është bërë kaq i zakonshëm, edhe pse ne materialisht ndoshta jemi më të përmbushur, nuk kemi shumë probleme, mirë po shpirtërisht ndjejmë një zbrasti dhe të raskapitur. Çfarë mund të na thoni ju në lidhje me këtë? Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Fillimisht, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të gjithë ata të cilët na ndëgjojnë. Është një temë shumë e rëndësishme, prandaj edhe zgjodhëm që ne sonte ta flasim këtu në Reflektime Ramazani, për shkak se ankthi, depresioni, mërzia, shqetësimi janë bërë gjendje të zakonshme tek njerëzit. Dhe pothuajse në çdo ambient ato flasin për këtë fenomen, për këtë gjendje, për ankthin. Edhe kur jemi në arsim, edhe kur jemi në shkolla, edhe kur jemi në shoqëri me njëra tjetrën, edhe kur jemi në familje, ne shpesh diskutojnë sepse sot njerëzit përjetojnë shumë ankth, përjetojnë shumë depresion. Ne fillimisht duhet të dimë se çfarë është ankthi. Ankthi është një gjendje shpirtërore, një gjendje e mbrëmshme shpirtërore, shqetësimi, tensione dhe frike të cilën e ndjen njeriu kur zemra dhe mendja e tij ndjehen të pasigurta për atë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Pra shqetësimi i njeriu për të ardhmen, se çfarë do të ndodhë tek njeriu, tek vetja e tij dhe tek personat të cilët atë e rrethojnë. Nëse marrim këndvështrimin shpirtëror dhe fetar, ankthi lidhet me humbjen e kontrollit, lidhet me frikën nga e panjohura të cilën mund t'i vijë njeriut. Gjithashtu një prej gjërave më kryesore të cilët sot njerëzit përjetojnë ankth, frikë, është sepse ata janë larguar nga mbështetja e Allahut xhaleshanuhu. Pra ata kanë filluar të mos mbështeten tek Zoti. Dhe gjithashtu një prej gjërave kryesore është edhe mbi ngarkimi i zemrës me shqetësime të kësaj bote. Mirë po nëse e marrim në këndvështrimin fetar, ankthi rritet për shkak se zemra është larguar nga burimi i qetësisë. Dhe lind pyetja se cili është burimi i qetësisë së zemrës së njeriut. Dhe padyshim që burimi i qetësisë së zemrës së njeriut është Zoti. Është përmendja e Zotit, është besimi në urtësinë e Zotit, se çdo gjë që të ndodh ti, qoftë e mirë apo e keqe, është në dorën e Zotit dhe Zoti e di shumë mirë se çfarë do dërgon ti. Dhe nëse ne largohemi nga përmendja e Zotit, padyshim që njerëzit do të fillojnë dhe të kenë frikë në jetën e tyre. Ka momente kur njerëzit buzëqeshin nga jashtë, mirë po brenda ndjihen të lodhur. Ka momente kur jashtë ndjihet gjithçka në rregull, mirë po zemra e njeriut është e rënduar. Sot fatkeqësisht jetojmë në një kohë ku ka shumë zhurmë, mirë po ka shumë pak qetësi. Sot ne kemi shumë njerëz, mirë po njerëzit ndjejnë shumë vetëmim brenda tyre. Prandaj edhe në mes të gjithë kësaj zhurme lind një pyetje: ku zemra e njeriut e gjen qetësinë? Dhe padyshim që këtë Allahu xhaleshanuhu bukur, pastër dhe qartë e jep në ajetin kuranor
ku Allahu Gjeleshanu thot dhe me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Pra kur njeriu vazhdimisht do ta ketë në mendjen e tij Zotin, do ta ketë në gjuhën e tij përmendjen e Zotit, patyshim që zemra e tij do të jetë edhe më e qetë. Kurani përshkruan shumë raste kur njerëzit janë të pasur materialisht. Mirë po brenda tyre ndjejnë një boshësi, ndjehen bosh. Por pse? Sepse shumë bukur Kurani famëlart apo Allahu Gjeleshanu na thot neve, kush largohet nga përkujtimi im do të ketë një jetë të ngushtë. Dhe kjo jetë e ngushtë nuk do me thënë vetëm ngushtësi materiale, nuk do me thënë vetëm varfëri, mirë po kjo jetë e ngushtë ka për qëllim edhe ngushtësi shpirtërore, të mos ndjehesh rahat. Pra, pa rahati, edhe nëse ke shumë të mira materiale, mirë po ti përsëri nuk ndjehesh rahat. Islami nuk e mohon ankthin. Padyshim, atë e paraqet si një pjesë e natyrës njerëzore. Për shkak se vetë pejgamberi alayhi salatu vesselam është lutur duke thënë: "O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga shqetësimi dhe trishtimi." Pra vetë pejgamberi alayhi salam ka kërkuar mbrojtjen e Zotit nga këto dy gjendje njerëzore. Pra, ne nuk duhet të kemi frikë ankthin, mirë po duhet i kthehemi Zotit që të na mbrojë nga shqetësimi dhe trishtimi, të cilën mund ta përjetojmë. E nderuara teologë, nga ajo që ju na përsollët deri më tani tek ne, neve kuptojmë se problemi nuk qëndron tek mungesa e rahatisë, mirë po qëndron tek mungesa e kuptimit. Për arsye se ne sot jetojmë në një kohë ku kemi më shumë mundësi. Mirë po në anën tjetër ne jetojmë me më shumë pasiguri si asnjëherë më parë të themi, dhe kjo neve na çon tek një dimension tjetër dhe sidomos tek brezat e ri. A është largimi nga vlerat shpirtërore një nga arsye se pse ankthi është prezent tek ne dhe veçanërisht tek brezat e ri? Shiko Elma, në pamje të parë, brezi in ka më shumë mundësi në arsim, në teknologji, në udhëtime, në zgjedhje të cilat mund t'i bëjë. Mirë po ndonjëherë shumësia e mundësive nuk të jep shenjë qetësie. Sepse sa më shumë rrugë të kesh, mirë po nëse nuk ke një busull shpirtërore e cila do të orientoj aty ku duhet, ti përsëri do ndjehesh i humbur. Prandaj edhe në kohën tonë, shëndeti mendor i yni përballet me sfida të shumta. Edhe në kohën më të lashta kanë qenë njerëzit me miliona të prekura nga ankthi, dhe sot përsëri vazhdojnë miliona njerëz të cilët janë të prekur nga ankthi. Dhe ankthi jo vetëm se ka një ndikim të thellë vetëm në vetë personin i cili e përjeton, por ai ndikon negativisht edhe tek personat të cilët e rrethojnë atë. Padyshim që familja ndjehet e shqetësuar, shoqëria ndjehet e shqetësuar, të gjithë ne ndjehemi të shqetësuar. Dhe është interesante sepse ne sot jetojmë në një botë ku thot bëhu gjithçka që dëshiron të jesh. Shpesh ndëgjojmë këtë, bëhu gjithçka që dëshiron të jesh. Mirë, po kjo gjithçka që dëshiron të jesh mund të ketë edhe aspekt negativ. Ti mund të dëshirosh të jesh kriminali më i madh në botë, ose vjedhsi më i madh në botë. Prandaj ne këtë pyetje duhet ta ndryshojmë dhe t'i themi njeriut, ndalu dhe mendo se pse ti ekziston. Dhe me çfarë misioni ti ke ardhur në këtë botë, pse je krijuar. Dhe përgjigjja është shumë e lehtë, sepse Kurani apo Allahu Gjeleshanu na ka treguar të gjitha gjërat. Thot Allahu Gjeleshanu në një ajet kuranor, nuk i kam krijuar gjindet dhe njerëzit përveç se të më adhurojnë mua. Pra nëse dëshiron lumturinë, kërkoje vetëm tek Zoti, sepse po e kërkove dhe në të gjithë gjërat tjera ti nuk do mund ta gjesh. Historia njerëzore ka treguar këtë gjë, se lumturia nuk gjendet tek paraja. Mirë po ne ta marrim tash personin që në kohën tonë është më me ndikim. Është miliarderi Elon Musk. Ai shumë shpejt bëri një postim në rrjetin e tij social ku tha se ai cili tha se paraja nuk e blen lumturinë e dinte shumë mirë se çfarë po fliste. Pra, njeriu më i pasur në kohën tonë dëshmoi se edhe pse un kam shumë para, un përsëri nuk jam i lumtur. Prandaj nëse kërkojmë lumturinë e vërtet, Allahu thot ju krijova për të më adhuruar mua. Prandaj edhe ne nëse dëshirojmë të arrijmë lumturinë, duhet që t'i bindemi dhe të veprojmë sipas urdhrave të cilat Zoti na dha
na caktoi dhe padyshim që ato janë shumë të mira. Dhe nëse ne dëshirojmë të ngrisim vlerat shpirtërore dhe t'i largojmë të rinj tan nga ankthi, unë tash do i ceki vetëm 2 fenomene të cilat ndikojnë shumë negativisht tek të rinj tan. E para është dhuna verbale. Në kohën e sotme bëhet shumë dhunë verbale. Dhunë verbale është fjalë të lika, fyese, shantazuese, friksuese, të cilat i jepen njeriut. Qoftë kjo të jetë edhe nga ana e prindit drejtuar fëmijës apo edhe nga ndonjë mjedis i jashtëm drejtuar tjetrit. Ne tash të marrim fëmijën për shkak se fëmiu rritur dhe ka nevojë që më shumë të kontribuohet në të që të jetë më i qetë dhe të jetojë një jetë pa ankth por me vlera shpirtërore. Dhuna verbale ndikon më shumë negativisht se sa ne mund ta mendojmë. Nëse është fëmijë, atëherë ai e përjeton keq apo negativisht në zhvillimin trupor, në zhvillimin emocional, shpirtëror. Mirë, por nëse kjo dhunë vazhdon edhe më shumë për një periudhë më të gjatë, atëherë ajo dërgon në depresion, ajo mund të dërgoj në ankth dhe mos dasht Zoti mund të dërgoj edhe në diçka më keq. Kam lexuar së fundi një studim që është bërë, tash me zhvillimin e mjeteve apo teknologjisë, është bërë fotografimi i trurit të njeriut tek persona të cilët vazhdimisht kanë pasur dhunë verbale. Dhe ajo çka shkencëtarët kanë zbuluar ka qenë se tek ajo fotografia e trurit kam parë se ka pasur shumë njolla dhe plak tek personi, të cilët do ta shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Pra, nëse ti vazhdimisht lëndon ti kë me fjalë të këqija, ti shkakton dëm atij që do ta barë gjatë gjithë jetës së tij. Për këtë edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, Allahu e do butësinë dhe do të butin dhe i jep të butit aq çka nuk i jep të dhunshmit. Një fenomen tjetër që fatkeqësisht është i përhapur në mesin e shoqërisë tonë është edhe bullizimi, është ngacmimi, që vazhdimisht ne fatkeqësisht e shohim në shkollat tona që nxënësit shpesh ngacmohen me njëri tjetrin, bullizohen me njëri tjetrin. Dhe kjo fëmijën mund ta dërgojë në një gjendje depresive, në një gjendje ankthi. Ne shpesh dëgjojmë nga prindrit kur vjen fëmia në shtëpi e pyet atë ka ngacmuar dikush. Mirë, por rrallë dëgjojmë prindrit që ta pyesin fëmijën e tyre a ke ngacmuar ti vallë dikën sot. Prandaj kjo është një mesazh që prindrit të mësohen pikë së pari vetë dhe pastaj t'i mësojnë edhe të tjerët që të jenë të kujdesshëm me të tjerët. Sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, Allahu do t'i dënoj ata persona që i dënojnë persona të tjerë në këtë botë. Nderuara teologën, ju falenderojmë shumë për këtë sqarim kaq të thellë dhe uroj që rinia jon të merr këtë mesazh të cilat juve i ndat me ne. Dhe unë do doja të ndaleshim pak në një dimension tjetër. Çfarë ndryshon në mendjen dhe në zemrën e njeriu në qoftë se ai mbështetet tek besimi? A ndryshon mënyra se si ne i shohim sprovat apo sfidat dhe dështimet të cilat na ndodhin në jetë? Kur njeriu mbështetet tek Zoti, në tevekul, në mbështetjen e Zotit, dhe kur e din se Zoti ka në kontroll gjithçka është në dorën e Zotit, edhe nëse gjendet në paqartësinë më të madhe, në problemin më të madh, ai përsëri do të jetë i qetë. Pse? Sepse Allahu Lishanuhu në një ajet kuranor thotë: "Dhe kush i mbështetet te Allahu, Allahu i mjafton atij." Pra nuk kemi nevojë për mbështetje tjetër, kemi nevojë vetëm për mbështetjen e Zotit. Dhe në këtë pikpamje do të ndryshojë edhe jeta jonë. Duke besuar në këtë, do ndryshojë përsëri jeta jonë. Dhe frika jonë do të kthehet në shpresë. Paqartësia jonë do të kthehet në planin hyjnor të Zotit, se gjithë Zoti e ka bërë të shkruar kështu dhe kjo është më e mirë për mua. Vetmia jonë do të kthehet në praninë e Zotit në çdo moment të cilën ne jemi. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam shpesh është lutur: "O ti që i kthen zemrat, forcoje zemrën time në fen tënde." Neve Islami na ka mësuar se jeta është sprov. Edhe vetë Allahu xhallahu na ka treguar në Kur'an duke thënë ne do t'ju sprovojmë me frikë, me uri, me humbje. Mirë, po të shohim fundin ajetit kuranor, thot dhe përgëzoi durimtarët. Jo çdo herë sprova është dhimbje. Ndonjëherë ajo është pastrim dhe ngritje shpirtërore.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, asnjë lodhje, asnjë sëmundje, asnjë shqetësim nuk e prek besimtarin përveç se Allahu do t'ja falë mëkatet. Nga kjo pikpamje ne do të ndryshojmë mendimin për dështimet të cilat ne mund t'i kemi në jetë. Prej duke qenë të dëshpëruar, ne do të reflektojmë dhe do të kemi më shumë shpresë. Pse? Sepse Allahu xhaleshanuhu në ajet kuranor thot, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Dhe vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Dhe nëse ne besojmë fort në këto ajete kuranore, patyshim që ne do ta kuptojmë edhe më ndryshe qëllimin e jetës sonë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, përpiqu për atë që të sjell dobi. Kërko ndihmë tek Allahu dhe mos u bëj i paaft. Dhe kur të ndodh diçka, mos thuaj as sikur të ndodhte më ndryshe. Mirë po, thuaj kjo ka qenë caktimi i Zotit dhe Zoti e bëri atë çka deshi. Pra të mos mendojmë shumë për të kaluarën dhe të mos friksohemi shumë për të ardhmen, sepse të dia janë në dorën e Zotit, por të mundohemi që sa më shumë të reflektojmë dhe të bëjmë punë të mira në të sotmen në cilën ne gjendemi. Elmedina, neve nga kjo kuptuam se besimi vërtet ka fuqinë për të ndryshuar mënyrën se si ne i shohim sprovat dhe dështimet në jetë. Mirë po një pikë tjetër e rëndësishme është se edhe ata të cilët besojnë shumë, por jo çdo jeta është e lehtë edhe për ta. A është normale pra të ndjehet njeriu i dobët edhe kur beson shumë? Pra edhe të jesh besimtar edhe të përjetosh ankthi. Shumë njerëz e kanë këtë pikpyetje. Ndonjëherë kur ndjehen shumë të lodhur shpirtërisht, ata mendojnë se nuk shkon diçka me besimin e tyre. Mirë, por nuk duhet të shqetësohemi nga kjo, për shkak se Allahu xhaleshanuhu në Kur'an e thotë të kundërtën. Pejgamberi alayhis salatu wasalam është lutur: O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga trishtimi dhe shqetësimi. Çka do të thotë kjo? Trishtimi dhe shqetësimi nuk janë dobësi, por janë gjendje natyrore të njeriut. Gjithashtu edhe pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu kanë pasur frikë, kanë pasur trishtim. Vetë Allahu xhaleshanuhu këtë gjë na tregon në ajete kuranore. Kur Musa alayhis salam ishte përballë faraonit, ai pati frikë se mos vallë do ta vriste ata. Dhe në këtë moment Allahu xhaleshanuhu dërgoi ajetin kuranor dhe i tha: mos u frikso, sepse unë jam me ju. Gjithashtu, kur pejgamberi alayhis salatu wasalam ishte në shpellë së bashku me Ebu Bekrin, atëherë Ebu Bekri sikur filloi të ketë frikë. Dhe në këtë moment pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha: mos u pikëllo, Allahu është me ne. Gjithashtu kemi edhe historinë e Jakubit alayhis salam, kur e humbi djalin e tij Jusufin alayhis salam. Atëherë Jakubi alayhis salam tha: unë ja ankoj dhimbjen time vetëm Allahu xhaleshanuhu. Dhe këtu na jepet, nga këto fjali na jepet një mesazh shumë i madh. Është prania e Zotit në çdo moment të vështirë të cilën ti e kalon. Çfarë mund të kuptojmë nga kjo? Nga kjo kuptojmë se edhe zemrat më të pastra kanë qaj. Edhe shpirtat më të fortë janë ndjerë ndonjëherë të humbur. Mirë po, besimi nuk thot mos kesh dhimbje, por të dish se atë dhimbje kujt do t'ja drejtosh. Dhe padyshim që nëse dëshiron ilaçin apo shërimin e dhimbjes në cilën ti e ke, padyshim që këtë do t'ja drejtosh vetëm Allahu xhaleshanuhu, sepse ai është zgjidhje për këtë do dhe për çfarë do. Elmedina, në fund të kësaj bisede kaq të bukur dhe të këndshme, është shumë e natyrshme që secili nga ne të pyet vetveten se si mund ta përmirësojmë jetën tonë, jo vetëm në aspektin material, por edhe në atë shpirtëror. Si mund të rrisim vërtet cilësinë e jetës duke u mbështetur tek besimi dhe vlera e fesë. Rikthimi i cilësisë së jetës ne nuk mund ta gjejmë jashtë neve. Mirë po atë do të gjejmë brenda nesh. Neve Islami na mëson se të jesh i qetë apo të kesh qetësi nuk të thot mos kesh mungesë problemesh, të mos kesh probleme. Por në ato probleme të jetë prania e Zotit. Pra ta kesh Zotin në ato probleme. Për shkak se Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor ka thënë: kushdo që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne atij do t'i japim një jetë të mirë. Dhe kjo jetë e mirë nuk do të thotë të kesh vetëm të mira materiale, por edhe një rahati shpirtërore.
një qetësi shpirtërore. Dhe qetësia nuk është vetëm një mendim apo një ndjenjë, por është një balancë në mes trupit, shpirtit dhe mendjes së njeriut. Dhe kur bëhet kjo balancë në mes këtyre 3 gjërave, atëherë edhe njeriu rikthen cilësinë e jetës apo kualitetin e jetës së tij. Për shkak se Allahu xhaleshanuhu ka thënë, mos e dërgoni veten tuaj në shkatrim me duart tuaja, por ndihmoni veten tuaj që të jesh sa më i mirë në jetë. Dhe për të qenë më i mirë në jetë, ne duhet që të kemi kujdes për veten tonë. Por si ta rikthejmë këtë cilësi jete? Pikë së pari duke filluar nga ana fetare, duke filluar nga namazi, si një rikthim tek Zoti, ku Allahu xhaleshanuhu thot dhe kërkoni ndihmë me durim dhe namaz. Pastaj dhikrin ta bëjmë si një frimarrje shpirtërore, me përkujtimin e Allahut qetësohen zemrat. Përveç kësaj, duhet të jemi, pas jemi edhe në muajin e Ramazanit, duhet që ne të jemi të kujdesshëm edhe me ushqimin të cilën e ham. Të ham një ushqim të shëndetshëm. Allahu xhaleshanuhu ka thënë, hani nga të mirat të cilat ju kemi dhënë dhe falenderoni Allahun xhaleshanuhu. Pastaj ka thënë, hani e pini, por mos e teproni. Dikush mund të thotë se çfarë ka lidhje ushqimi me adhurimet të cilat ne mund t'i bëjmë. Ka shumë lidhje. Ushqimi nuk është vetëm në çështje fizike, por edhe në atë shpirtërore. Pse? Sepse nëse ne ham tepër, rëndohemi tepër, atëherë ne do kemi mungesë energjie. Dhe nëse ne kemi mungesë energjie, atëherë neve do të na humbas përqendrimin në adhurimet të cilat ne duhet që t'i bëjmë. Prandaj edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, biri i Ademit nuk ka enë më të keqe se sa stomaku i tij. Prandaj edhe moderimi i ushqimit të cilat ne e bëjmë na jep edhe vetë disiplinë, vetë kontroll, por edhe padyshim edhe një cilësi jete. Gjithashtu duhet të kemi kujdes edhe për aktivitete fizike të cilat ne i bëjmë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka inkurajuar njerëzit që të kenë gara, të merren me aktivitete fizike dhe ka thënë, besimtari më i fortë tek Allahu është më i dashur se sa besimtari më i dobët. Prandaj njeriu duhet ta bëjë një rutinë në veten e tij. Ai duhet që të ushqejë trupin apo shpirtin e tij me adhurim, të ushqejë trupin e tij me ushqim të shëndetshëm dhe ta mirëmbajë me aktivitete fizike. Gjithashtu të ushqejë mendjen e tij me mësim, me lexim, në mënyrë që të kemi një jetë sa më të mirë dhe sa më të përsosur. Dhe për të përmbyllur këtë bisedë kaq të bukur, Elmedina, në qoftë se një person që po na dëgjon dhe po kalon në ankthin, çfarë do t'i thoshe nga zemra një mesazh për të? Mesazhet më të bukura padyshim që jep edhe Allahu xhaleshanuhu në ajetet e tija. Allahu xhaleshanuhu thot, me të vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ndërsa në një ajet tjetër thot, Allahu nuk e ngarkon asnjë njeri për te mundësive të tij. Dhe nëse sot dikush po dëgjon dhe po lufton në heshtje, mesazhi është ky: nuk je vetëm. Ankthi, depresioni, mërzia nuk është fundi i besimit apo fundi i jetës. Ndoshta kjo mund të jetë rikthimi drejt rrugës së Allahut xhaleshanuhu, sepse qetësia nuk vjen kur mbarojnë stuhit, por kur zemra mëson të thotë, o Allah, edhe në këtë moment të vështirë ti je me mua. Elmedina, ju falenderojmë shumë për këto mesazhe kaq të bukura të cilat juve i ndat me ne. Fillimisht edhe ju falenderojmë që pranuat ftesën të jeni në podcastin ton. Lutim Allahun xhaleshanuhu që Allahu të shpërblet mirat e tij të pafundme. Ju falenderoj edhe juve, Zoti ju shpërbleft dhe uroj që të kemi një Ramazan me lutjet dhe vepra të pranuara. Faleminderit shumë. Të dashur teleshikues, derisa ne jemi në fund të kësaj bisede kaq të bukur, është rëndësishme të kuptojmë se qetësia dhe stabiliteti i brendshëm nuk është gjithmonë produkt i rrethanave të jashtme. Mirëpo është edhe një rezultat i marrëdhënieve të forta të cilat mund të kemi me Allahun fuqiplot. Çdo sfidë, çdo sprovë dhe çdo lodhje shpirtërore është një mundësi reflektimi dhe kthimi tek Allahu fuqiplot. Ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne deri më tani dhe na ndoqët. E deri në takimin e radhës, qofshin në mbrojtje të Allahut fuqiplot.